Në disa fshatra të njësisë administrative rrethina, por edhe në zonën e Postribës, shumë banor po përballen prej kohesh me ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike si pasojë amortizimit të rrjetit elektrik. Situata ka sjellë shqetësim dhe pak kënaqësi në komunitet, ndërsa banorët kërkojnë marrjen e masave konkrete për përmirësimin e shërbimit. Nga ana tjetër, OSHE ka nisur zbatimin e disa projekteve të rëndësishme për riparimin dhe modernizimin e rrjetit elektrik në këto zona, me synim garantimin e furnizimit të qëndrueshëm me energji dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit për qytetarët. Rrjeti amortizuar elektrik është thyer në një shqetësim serioz për banorët e disa fshatrave në njësinë administrative rrethina. Megjithatë, duket se OSHE ka ndërhyrë në disa prej këtyre zonave, pikërisht në fshatin Bleran, ku ne ndodhemi në këto momente ku shikohet qartë se rrjeti i vjetër elektrik është zëvendësuar me rrjetin e ri. Animaton nuk kanë hiç rrym. Ato duan tu komplet që kanë orindin shtëpi. Është rrjeti i amortizuar. Tu hervin figen pa kohë. Edhe është koha mirë, s'është koha mirë, ben shi, i ke ciguna, pa lohati, tensioni herë vjen i plot, herë vjen i plot. Të kontaktuar nga RTS, drejtues të OSHE bëjnë me dije se për vitin 2026 janë parashikuar një sër investimesh, të cilat do të nisin së shpejti për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike në rrethina, por edhe në Postrib.